edhe nga pikpamja e të qenit kryeministër dhe mënyra se si zoti Rama ka mënyrën e tij të folit, të sjellit, të përgjigjes e kështu me radhë. Kështu që unë për të së vërtetës edhe në çështja e zotit Meta ne kemi përgatitur edhe ne kërkesën gjykatës se zoti Rama duhet të jetë prezent si dëshmitar, sepse ka dhe aty disa firma, paktën në 3-4-5 firma, që na del në dosjen e timore, padyshim pastaj edhe në veprimet e kryera dhe në akuzën e prokurorisë. Kështu që nga thënë që zoti Rama do vi me ish kryeministrat dhe ish zyrtarët e lartë do të paraqitet aty. Kështu që dhe ne kemi një kërkesë të tillë procedurale që do ta paraqitet. Ju do të bëni të njëjtën kërkesë. Patjetër, sepse ka qenë në kryeministër kur janë kryer disa veprime dhe padyshim që duhet të thirret të pyetet si person që ka dieni në çfarë kushtesh dhe formash, po pse jo edhe ndikimi nëse ka pasur ndikim që ai ka firmosur për disa akte, disa VKM, por edhe vendime të tjera të cilat duhet të sqaroj para gjykatës. Avokat, në bindjen tuaj është person dieni për çfarë kërkoni ta thrisni apo person që veprimet e të cilit duhen shërtuar? Ne gjatë hetimeve paraprake dhe fazës gjykimit paraprak, të seancës paraprake, ne kemi kërkuar që të thirrej zoti Rama dhe padyshim sepse na del aty dhe nuk e dia nëse do të ishte thirr gjatë hetimeve, unë nuk e dia mund të implikoj në disa momente sepse ka hedhur firmën për disa ligje dhe disa veprime të tjera që janë kryer në dieni dhe dëshirën dhe vullnetin e plotë të tij. Dhe ndoshta edhe prokuroria posaçme nuk e thirri për arsye sepse mund të implikoj penalisht zoti Rama në çështjen e zotit Meta. Dhe kështu që kjo tashmë i ka mbetur gjykatës që ne do ta kërkojmë në seancat kur të fillojë procesi gjyqësor në themel. Avokat Ibra, zënë Kryemadhi ka folur edhe për mesazhe me kryeministrin, gjë që është interpretuar, jo faktuar, po e sqaroj, si një formë shantazhi politik. Çfarë mund të ndodhë nëse Kryemadhi bën pjesë të dosjes dhe shkëmbime elektronike me kryeministrin? Besoj që deklaratat e zonës Kryemadhi kanë qenë deklarata të cilat kanë treguar komunikimin që ka pas, të pozicionin e saj politik që ka pas, ato do janë biseda për mendimin tim në base normale. Nuk besoj që me zotin Rama të ketë biseduar për çështje jashtë politikës, për këtë besoj duhet jemi të bindur gjithë. Dhe besoj që do kenë qenë biseda në normalitetin e marrëdhënieve ndërinstitucionale që kanë pas ose si deputet ose si kryeministër në rastin e zonës Kryemadhit, në qoftë ne flasim ose në momentin kur ajo ka qenë kryetare e partisë të Lidhjes Socialiste për Integrim. Pak ku ka qenë në koalicion me zotin Rama në vitin 2013 dhe në vitin 2017. Nuk besoj se ka biseda që cënojnë marrëdhëniet ndërnjerëzore ose marrëdhënie interesi, pasi unë besoj që ka qenë një marrëdhënie totalisht politike dhe institucionale në mes të Ramës dhe zonës Kryemadhi. Pra, nëse zonja Kryemadhi ka ndonjë provë që cënon marrëdhënien e tyre institucionale ose politike, atëherë është tjetër bisedë. Po ne po flasim, zonja Kryemadhi ka deklaruar që ka biseduar disa herë me zotin Rama dhe është mëse normale. Mos harrojmë që zoti Meta ka biseduar disa herë dhe mund të ketë qindra biseda me zotin Rama sepse ka qenë kryeministër në ato me deklaratat kanë ardhur nga përpara SPAK-ut, pra nuk besoj se jo pa qëllim po e them Gjoj. Besoj që kanë pas marrëdhënie korrekte institucionale dhe politike. Pse duhet i përmend Kryemadhi përpara SPAK-ut aq më tepër kur nuk është se e ka pyetur njerëz specifikisht ta ke mesazhe me kryeministrin. Pra ka qenë vetë ajo që e ka ofruar këtë informacion. Atëherë, gjithë ideja është kjo. Nuk besoj që flitet për marrëdhënie, po themi përfitimesh ekonomike ndërmjet zotit Rama dhe me zonës Kryemadhi. Unë nuk e besoj. Unë besoj që kanë qenë biseda private të cilat ndoshta zonja Kryemadhi mund t'i përdorë në një moment të mbrojtjes së saj politike ose juridike, të cilat mund varet në interpretimin që mund t'i bëjë zonja Kryemadhi ose kushdo tjetër. Unë besoj që marrëdhëniet private janë marrëdhënie private, marrëdhëniet institucionale janë tjetër gjë. Pra ne po flasim për dy lloj marrëdhëniesh, ka një lloj marrëdhënie private mes personave dhe marrëdhënie institucionale dhe politike të cilat kanë
për efektin e tyre për shkak të deputetëve që ka qenë Rama në atë kohë, kryetar bashkie, kjo deputete, pra është ndërlidhur me çështje politike më shumë se çështje interesit privat. Do unë besoj që nëse zonja kryemadhe ka ndonjë provë që e tenon marrëdhënie institucionale ose private, atëherë aty te prokuroria posaçme, nga që ka bërë deklaratat aty, krejt letë ka mund të kthej vetëm kurrizën dhe mund të shkojë prokurori dhe të bëjë kallëzim penal. Okej, avokat Cakrani nuk është klientja juaj, zonja kryemadhi, por gjithsesi ka bërë deklarata në një proces ku përfshiheni dhe ju. A keni dieni se pse ka bërë këtë deklaratë? Shiko, zonjës kryemadhi është sekuestruar telefoni që ajo përdorte në vitet 2014-2015. Dhe nga bërthimi I telefonit, rezulton se ajo ka patur biseda, jo vetëm me zoti Rama, jo mesazhe, jo vetëm mesazhe, ka pas email-e, kështu me radhë, në rrjetet sociale, jo vetëm me zoti Rama, ka patur me të gjithë qeverinë e kohës, padyshim që mesazhet normalisht kanë qenë për marrëdhënie përsa I përket se ajo ka qenë dhe deputete në atë periudhë, ka qenë lidhur me problematikat që hathen në një qeverisje ose një qeverisje të përbashkët ndërmjet që ka qenë në kohën e SIS dhe Partisë Socialiste. Dhe padyshim bisedat mund të interpretohen në mënyra nga më të ndryshme, sepse por një gjë është e sigurt që ndërmjet zotit Meta dhe zotit Rama nuk ka asnjë komunikim telefonik, kjo edhe me email apo mesazhet, të shkëmbim mesazhesh e gjërash. Dhe zonja kryemadhi është çike e habitur sepse Spaku ka nxjerr në publik ose më saktë ka bërë pjesë të dosjes hetimore dhe të hetimin vetëm mesazhet që vetëm ato të cilat zonja kryemadhi ka bërë me persona të tjerë dhe jo me pjesëtar të qeverisë dhe me zotin Rama, me kryeministrin. Ku këto që ka pat me kryeministrin mundet të kenë qenë më komprometuese se ato që ajo ka nxjerr Spaku për të kryer veprime të tjera për ta marrë të pandehur. Dhe kjo është ajo që zonja kryemadhi tha që shikoni, sepse këto që kanë dalë mesazhet e mia nuk janë asgjë përpara tyre që unë kam diskutuar me kryeministrin e kohës apo me zot kryeministrin e kështu me radhë. Prandaj e ka hedhur si ide zonja kryemadhi sepse ka dashur këtu jo të implikoj zoti Rama, por ka dashur të thotë që Spaku, prokuroria e posaçme, I bën të selektuara veprimet hetimore dhe padyshim nxjerr nga të gjitha I ftesë I madh I mesazheve, nxjerr ato që intereson Spakut, por nuk nxjerr ato të tjera të cilat duhet të kishin dalë. Dhe prandaj dhe ne kemi kërkuar edhe kthimin. Pra jo lët nënkuptoj që nëse shihen mirë ato mesazhe edhe ka gjëra edhe për Ramën. Padyshim. Padyshim, ja po ta marrë si shembull ty është çështja një nga episodet që gjoja të një korrupsioni të madh është çështja e ligjit minerave. Ligji minerave akuzohet zonja kryemadhi dhe zoti Meta, ndërkohë që ligjin e ka propozuar Partia Socialiste, e ka iniciuar ata, deputetët e saj, e gjithë me radhë, e mbrojti në fund fare, mbrojti Edi Rama para kuvendit, u votua nga 73 deputet dhe akuzohet zonja kryemadhi se ka dashur të kaloj ligji. Po si mund të kalon ligji, kur e kanë iniciuar deputetët e PS, se ka votuar ata, ka mbrojt zoti Rama. Pra, kjo është ajo, sepse do të dish dosjen që të flasësh për një çështje të caktuar, Gjoj, po nuk njojte dosjen rrethanat e faktit të ngjarjeve kështu me radhë, të episodeve që ka aty, nuk mundet të flasësh. Kjo ka qenë arsyeja, po e mora këtë, po ka 3-4 episode të tjera që zoti Rama del aty dhe përfshihet aty dhe Spaku nuk I ka nxjerr. Jo se ka dash zonja kryemadhi të përfshijë zoti Rama në vepra penale, të kuptojmë, por ka dashur të thotë prokurorisë posaçme mesazhin që ju I nxjerrni ato që doni, por nuk nxjerrni të gjithë të vërtetat. Kjo është e vërteta, kupton? Prandaj zonja kryemadhi ka folur, jo se ka dashur të implikoj dikë. Nëse Spaku ose prokuroria posaçme mundet të gjende aty veprime të cilat mundet të kishte shpërdorim detyre ose krye veprime arbitrare kështu me radhë, pse jo të merrte edhe këta persona të tjerë në përgjegjësi penale, por nuk ka qenë ky qëllimi I zonjës kryemadhi. Okej, mirë, më lejoni të shkojë edhe pak minuta publicitet dhe kthehemi sërish në studio. Reklama, kthehemi pas pak.